Ndërsa në një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith të gjatë, për marrë veç një pjesë të tij, aty ku na intereson njerëz që ta marrin, wala dina liman la salata lahu, thot pejgamberi sallallahu nuk ka fe ai që nuk ka namaz. Innama mawdi'u s-salati min ad-din ka mawdi'u ar-ra'si min al-jasadi, edhe pozita e namazit në fe është sikur se pozita e kokës në trup. A ka trup pa kokë, ka trup pa dorë, ka trup pa dorë, ka trup pa këmbë, ka trup pa sy, ka trup edhe pa hundë, ka trup edhe pa gjymtyr të brendshme. Ndoshta njëri që ndron edhe pa bubrege, kështu për sa gjymtyr mongu që ndron, është i mangë, ka probleme, shkon me vështirësi për shtin. I pa këni pa trup me mbet gjallë pa kokë, s'ka pse. Andaj paramendohet musliman edhe pin alkohol. Paramendohet sot. Kjo është e zezë, mos vetë, kjo pa paramendohet i qysh. Paramendohet musliman edhe mashtran. Edhe kjo është e keqe, është e zezë, mos vetë kjo, po paramendohet i qysh. Paramendohet musliman që ka parë me shkun haqë, s'shkon haqë, dhe kjo është katastrofale. Mirë po paramendohet i qysh. Paramendohet muslimane pa mbulesë në kohë. Paramendohet edhe kjo. Ti qysh paramendohet. Mirë po nuk paramendohet musliman pa namaz. Kjo nuk paramendohet. Me i tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pas te e kanë ardhur njerëz që thonë ti e pejgamberi o në sfalën, çka kish me thonë? Çka kish me thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili një ditë ka dalë nga xhamia e tij, ka pasur njerëz në rrugë, dy njerëz. O shudi. Edhe i ka thonë, ju dy asini muslimane? Ka unë ja Rasulullah jena falë ma herët na, nga se është shty namazën xhami pak ma vonë, e ata kanë falë shtëpi tyre. Ata namazët e kanë falë. Muhamedi është i ka pa, ka dy njerëz Medine i ka pa. Po se i ka pa, ka thonë, asini musliman? S'ka mund e paramendu, tu falë në xhami në rrugë për rini. Nuk paramendohet kjo. Ka unë ja Rasulullah jena falë. Qka i ka thonë Muhamedi sallallahu? Në falë një gabova? Ja, ju ka thonë edhe nësi i falë, i shini musliman ka falë në xhami, falë me ta. Nga se do të qka në kupjon kjo? Nga se nëse ju shurë njerës për jashtë, automatikisht gjykojnë për juve diçka tjetër, jo qeni musliman. Dhe do të thotë, nuk paramendohet, nuk është paramendohet në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam njeri musliman me i thonë vetit, e mos mu falë. Muslimane me i thonë vetit, e mos mu falë. Kjo nuk paramendohet, sikur se thash, nuk paramendohet trupi pa kry. Paramendohet pa këmbë, pa gishta, pa sy, pa flak, pa dorë, pa këtë paramendohet. Ka mundësi se pas as dorë, as komë, veç trupi. Edhe kështu paramendohet, edhe kështu kemi pa. Pa kry, s'ka pa kry. Andaj, kjo është pozitja namazit në feja. Për të arsye, namazi është obligim, është farz. Nga fazët më të mëdha në fe, nuk guzon të lirë, është obligim edhe për burrat edhe për gratë. Është obligim në çdo moment. Nga se fatkeqësisht kemi gjetur nga muslimanë që falen veç kur janë nga xhamia. Nëse bën nga kia musmu ose me kon në udhtim dikun, e lën namazin. Namazi nuk lihet. Sikur të kish me arsyetu dikon Allahu xhalla wala. Për lënin e namazit kish me arsyetu kish me arsu luftarin luft, ka se është angazhu me armikun, me gjithë angazhim me armikun, Allahu Gjellera i ka mësu se si mu falë luft. Një grup falit, e një grup rrim, një grup vazhdat, një grup plëcan, kërësoria të gjithë të kanë obligim mu falë, edhe kule në flakën e vetërës e të luftës, edhe mu kule në flakën e dasmave dhe sunetive ndryshme që e lujnë namazën zotë në rujtë. Sa ka në dasma s'falet ato? Ku mu falet ashtë? Sa ka në për ato manifestive solene ndryshme, për martesë ose për zime ndryshme, e lënë namazën. Ndeka, në të pame, të prit njerë, në të pame, e lënë namazën. Ku më falet është më pras njerë? Krejta që lënë namazën, nuk bezës që në flakë më të madhe se aj që është në luft. Aj është flakën më të madhe nga se aj, e ka shpiritin në fytë. është ka jetë ndërsa. Tash ka mundësi një randë një granat me mbyt, me që tëtë Allahu Gjellë Leolat nuk e ka arsëtu, pas ka falë namazër.